Sot për komunën tonë është ditë e veçantë. Në emrin tim personal dhe në emrin të banorëve të komunës Bukovinës, të shfrytëzoj rastin të falenderoj ambasadorin Roka për kohën dhe ditën që ka ndarë të na vizitojë neve. Fillimisht ne në takim u prezantuam me prioritetet dhe problematikat që hasin në nivel komunal. Tema ka qenë e hapur. Fokusi i takimit ka qenë i mbështetur në 3 shtylla, kryesisht. Në prioritetet projektet, siç janë çështja e ujit në nivel komunal. Pikë tjetër ishte zhvillimi i turizmit malor dhe u përqendruam edhe këtë mbështetja e fondeve të Bashkimit Evropian që kanë shfrytzuar ndërmarrjet apo kompanitë private gjatë kësaj periudhe. Jam mirënjohës edhe i shpreh falënderimet më të larta ambasadorit. Shpresoj se bashkëpunimi do të jetë i sinqertë dhe korrekt edhe në vazhdimsi. Shpresojmë të realizojmë edhe projektet që kemi në mandatin e ardhshëm 4 vjeçar, si prioritete që kemi në nivel komunal.